Përshëndetje të nderuar miq, mbrëmjen e sotme Shqipëria luan ndeshjen përballë Letonisë në Letoninë e Riga, e cila vjen më njëherë pas asaj me Serbi, një barazim pa gola në Tiranë, me një peng të madh për penalltinë e humbur nga Manaj, por sytë dhe vëmendja sonte është te një 3 pikësh i mundshëm përballë Letonisë. Për të diskutuar për këtë sfidë do të flasim me zotin Taulan Dajaku. Do të shkojmë pra në Prishtinë për të marrë një analizë për ta parë nga një tjetër këndvështrim. Zoti Dajaku, përshëndetje, faleminderit shumë. Përshëndetje, kënaqësi të jemi bashkë. Faleminderit. Prisni që sonte të ketë një njëjtin bllokim Silvinho pra t'i bëjë Letonisë atë që i bëri Serbisë, si mendoni që do të jetë së pari vendosja në fushë? Do kemi një ekip sulmues apo fillimisht do presin pas shpresojmë me kundërsulme? Kam përshtypjen që nuk do të jetë, do themi, forma e njëjtë e lojës, për shkak se ajo me Serbinë ka qenë një ndeshje e një rëndësie të veçantë, edhe në këtë kuptim edhe mund të kuptojmë, le themi, ndrojen që treneri ka dhe kujdesin e veçantë që duhet kishte, për shkak se neve duhet pranojmë Serbia është kundërshtari jon direkt për atë vendin e dytë. Edhe ndoshta kujdesi i tepruar i Silvinës te ndeshja, sigurisht ai e din më mirë se kush do të jetë mirë, po neve si njerëz nga jashtë mendonim se ndoshta nëse do të kishim më shumë guxim edhe mund të merrim rezultatin mirë, po fati nuk ishte me ne, edhe shpërdorimi i penalltisë gjë që ndodh, edhe besoj se kjo e sonjtmja do të ketë një, le të themi, një formë tjetër trajtimi, për shkak se cilësia është në anën tonë dhe tashmë duhet ta pranojmë, Shqipëria ka për detyrim fitoren, edhe në këtë formë besoj se edhe lojtarët janë të vetëdijshëm se sa të rëndësishme janë 3 pikë të radhës. Pra dhe sonde do kemi një sulm me 3. Kam përshtypjen zakonisht, le të themi, cilësitë që ka skuadra e Shqipërisë mund t'i lejojë një lloj likuiditeti taktik trenerit, edhe nëse merr përsipër riskun që dalë shumë para, patjetër që 4-3-3 është pozicionimi më stabil me elementet që ka Shqipëria, edhe besoj fakti se duhet gol sa më shpejt në kuptimin që të ketë skuadra, edhe goldallimi ka një peshë te kjo pika ku jemi ne, për shkak se si dytat mund të ndodh që në xhirot e ardhshme dhe le të themi ndeshja në Serbi do të përcaktoj ndoshta vendin e dytë, mirë po nëse marrim një barazim atje dhe gjithë gjërat fitore tjera janë, le të themi, atëherë edhe golat që duhet shënojmë ndaj këtyre kundërshtarëve që janë nga cilësia më e dobët kanë një rëndësi të veçantë këtë pikë. Cilësia më e dobët thatë ju, po ata më duket janë duke e luajtur kampionatin. Në këtë pikë ku tashmë është mbyll kampionatet të secili prej skuadrave ku lojtarët shqiptar luajnë, besoj se freskia e muskujve ose energjia e përgjithshme është në anën tonë. Niveli ku luajnë futbollistët tonë është shumë më lart se kundërshtari me cilin do të përballojmë sonte. Ne nuk do kemi Gjimshitin sonte kapitenin, por ndoshta ky është momenti i Dakut. Pasi Manaj mund mos jetë informacion. Tani është Silvinho ai që vendos, mirë, po besoj se cili do nga lojtarët e kombëtarët shqiptarë që do të performoj sonte është i vetëdijshëm për rëndësinë e 3 pikëve. Mungesa e Gjemshitit, kemi Ismailin që është një nga mbrojtësit më të mirë në Serie A dhe nuk duhet me harru fakti se Shqipëria ka arrit këtë lloj niveli. Neve duhet të jemi të vetëdijshëm se vjen për shkak të cilësisë lojtarëve edhe momentumit tyre në skuadra shumë cilësore. Domethënë Shqipëria në vazhdimsi ka pas element të mirë pas një herë në këtë lloj niveli ku të gjithë janë protagonistë të skuadrat e tyre. Besoj se në sulm tashmë Daku ka dhënë shenjat se është një lojtar i rëndësishëm për shkak të peshës fizike që ka edhe gjatësisë dhe luftës që bën. Sigurisht Silvinho do të jetë i kujdesshëm edhe ndoshta nuk do ta penalizoj Manajin që të ketë ndjesinë se penaltia mund ta nxjerrë nga formacioni, po besoj se mund të ketë ndonjë lloj modifikimi të formacionit edhe të ketë vend, pse jo, ndoshta edhe për të dy, edhe për Dakun edhe për Manajin në sulm. Zoti Dajaku, të ndalemi pak edhe tek mesfusha. Një mesfushë fortë është dhe një mbrojtje e sigurt, po edhe një sulm i fortë. Ne si kemi mesfushën në këtë moment? Aslani juve ju bind? Kam përshtypjen neve duhet jemi shumë të kujdesshëm me trajtimin që i bëjmë futbollistëve të kombëtarës shqiptare. Asnjëherë nuk duhet vënë dyshim për kushtimi i tyre dhe cilësia e tyre. Një lojtar që luan nivelet e Interi
kombi shqiptar nuk e ka luksin të gjykojë nëse ai është i denjë për të luajtur ose jo. Ideja është se nganjëherë lojtarët nuk japin performancat e tyre, jo për fajin e tyre. Në pjesë të fajit e kjo pika ka edhe Silvinio. Ta zëm me Shehun që luan perfekt në dy ndeshjet sa ka luajtur, nëse Shehu ti bashkon Ylber Ramadanin, ti ke një mesfush defanzive të sigurt. Pastaj te aspekti ku ne sakrifikojmë Laçin e vendosim me një pozicion kreativ ku nuk është në natyrshmërinë e tij, i bëjmë dëm edhe Laçit, edhe në rastin tjetër i bëjmë dëm Aslanit se vendosim me një pozicion ku luan ndoshta te Interi, mirë po Interi është një skuadër që e dominon kundërshtarin, ndërsa Shqipëria nuk është detyrimisht në atë lloj niveli ose trajtimi të lojës. Mendoj se gabimi që bën Silvinio në aspektin e trajtimit mes fushës është se do duhej Ramadani bashkë me Shehun të luan para mbrojtjes, ndërsa në pozicionin e numrit 10 të vendoset Aslani për shkak të cilësisë pasimit që ka edhe goditjes që mund t'i bëj Portës. Lutem, mirë një koment për atë që u përjetua në Kosovë pas ndeshjes me Serbinë, por edhe reagimet nga Serbia, presioni i madh për trajnerin, për deklaratat pozitive për organizimin Tiranë, duke sikur lavdëroi krerët, por kishte një gjuhë jo pozitive, pra jo të mirë për popullin. E rëndësishme është ajo shprehja e parë e momentit masi ngjarja, le të themi, evenimenti ose loja ndodhi. Edhe pastaj ndryshimi i fjalëve tregon presionin që kanë ata në Serbi. Unë besoj se ka qenë një organizim i jashtëzakonshëm që tregon diferencën kulturore, ndoshta edhe vlerave të mirëfillta të dy popujve, pa dashur me vendos një lloj standardi, mirë po ajo që shqiptarët kanë bërë është tregimi i vlerave të mirëfillta të europiane atje ku kombi shqiptari i përket. Domethënë Shqipëria dhe gjithë shqiptarët nuk e bën atë që serbët e bën në Beograd. Neve nuk sulmuam lojtarët, nuk kishim asnjë lloj qëllimi për të tregu dhunë ose diçka tjetër. Tentuam, sepse sigurisht kjo është një ndeshje veçantë dhe emocionet ishin në nivelin më të lartë, tentuam të fitonim lojën, mirë po në aspektin e organizimit është tamam cilësi europiane asaj që ndodh ndryshe nga ajo që shqiptarët kanë përjetuar në Beograd. Edhe unë zbesoj që këtë neve duhet ta marrim si dobësi, mirë po këtë do ta marrim si një vlerë e kombit tonë, se këta jemi ne. Zoti Dajaku, pse është tabu që mos mendojmë edhe ne për vendin e parë? Pam që Anglia me fitoi me Andorën, ndërkohë që në Angli nëse do kishte pas VAR shumë vite më parë në Tiranë, kemi arritur në 2-2 me një gol të anulluar të Rakllit. Ndoshta edhe Serbia mund ta ndalë. Ideja është se në futboll, kur gjërat janë para se të ndodhin, është një farë matje dhe një analizë që bëhet mbi produktet që kemi, edhe në marken e asaj që është futbolli sot, ose në bursën futbollistike, detyrimisht Anglia është favorite. Sigurisht, nuk mundesh me gjyku Anglinë për shkak se ka një trener tri dhe ende nuk kanë gjetur ekuilibrat e duhur, por nga cilësia e skuadrës është një, le të themi, skuadra favorite për të qenë e para e grupit. E ka me detyrim. Ajo që po thoni ju është sigurisht e vërtet se një lojë futbolli jo detyrimisht fiton ai që është favorit, mirë po duhet që të shpresojmë atë gjë, duhet i heqim një pjesë madhe të frikës që Silvinio e ka shfaqur në vazhdimsi dhe këtë duhet ta pranojmë. Që nga kampionati evropian, nëse ka një tregues shumë të qartë është se Silvinio nuk merr shumë risk përsipër, ka qef me qenë shumë i sigurt në mbrojtje, e në futboll kur ti rrin shumë prapa, mundësia që të dominosh ose të fitosh lojën është më e vogël. Sigurisht rezultate ose barazime dhe mund të marrësh, po që të pretendosh se të mundësh Anglinë, duhet një strategji shumë fine edhe të kemi një momentum të lojtarëve edhe një ditë shumë të keqe të Anglisë. Zoti Dajaku, me atë paraqitje që bëri Serbia në Tiranë, nëse përballë do ishte Kosova, me atë kualitete që ka. Sa mendoni që do ishte rezultati? Si do ishte? Apo më lejo tani të them një diçka në një lloj qarku që po futet për herë kjo pyetje që nganjëherë i nxjerr këdo nga shqiptarët në një pozicion të
Jo, unë e favorshëm. kam pozitive në kuptimin që ka lojtarë mjaft të mirë, nga Rahmani, nga Ta shpjegoj, Muriqi, Zegrova, domethënë, llogarit nëse do ishim ne një kombëtare, Nuk e di nëse e din. Unë mendoj se sa herë që Kosova dhe Shqipëria do të rastisin të jenë në një grup, nuk tingëllon shumë sportivisht korrekte, po unë kam aq krenari ta them sa neve duhet të kalkulojmë se kujt do t'i shërbenin pikët e njëra tjetrës. Në rastin kur Shqipëria dhe Kosova ishin me U21 në një grup, unë mendoja që Kosova, në rast se Shqipëria ka momentin e vet më të mirë, duhet i shërbente Shqipërisë që të arrinte një kualifikim. Sikundër që në momentin që Kosova, le të themi A edhe Shqipëria do të jenë në një grup, për arsyet historike që do na duhej që Kosova të merrte pjesë në një eveniment të rëndësishëm, atëherë Shqipëria do duhej të shërbente Kosovës. E di që sportivisht njerëzit edhe mund të gjykojnë apo duhet luajmë fere, po kur ka bërë Danimarka edhe Suedia në një kampionat evropian, ata 2-2 mos pretendoj. Absolutisht po, kështu që unë mendoj, sa po thoj atë pjesën, neve nuk duhet kemi kompleksin e zgjedhjes nëse duam që Kosova të ketë sukses ose Shqipëria të ketë sukses. Kjo gjë na ndon. Ajo që duhet kemi ne, zemra jonë, shpirti jonë ka vend për të dyat. Ti duam të dyat, ti përkrahim të dyat, edhe vetëm kështu shohim hajër edhe ndjejmë kënaqësi. Unë të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit, kënaqësia ime. Turoj javë të mbarë dhe më të mirat. Jam mirënjohës shumë. Faleminderit shumë. A edhe fitore sonte Shqipëria dhe kismet me lojme të mira pastaj. Faleminderit.